Mjeku çudit botën, kjo recetë zhduk dhimbjen e gjurit sa hapen syt. Dhimbja e gjunjëve mund të shfaqet papritur dhe në çdo moshë për shkak të një sër faktorëve. E rëndësishme mbi këtë çështje është të dihet se kjo nuk trajtohet menjëherë. Megjithatë, ekzistojnë disa trajtime që ngadalsojnë dhimbjen. Përbërësit janë 4 lugë gjellë far susami, 2 lugë gjelle gelatin, 8 lugë gjelle fara liri, 1 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle fara kungulli, 3 lugë gjelle rrushë të thatë. Pastrojeni farat mirë dhe të gjithë përbërësit vendoseni në një blender. Vendoseni përzierjen në një enë të thellë dhe futeni më pas në frigorifer. Hani nga një lugë nga kjo përzierje para mëngjesit dhe drekës. Shumë shpejt ju do të shikoni që dhimbja e gjunjëve do të zhduket.